Pra ideja sigurisht se sa herë, do me thonë, familja ja bën të ushqimin, ajo një pjesë ndante, dhe përmes gardiones ja dërgonte babait. As ma kesh kur mune më dërgonte te mjeku dhe shkonim kader atje, ajo kpuca atje njefke. Dhe këtu thot është babushi. Këtu është babai më ke dhomë se janë një kpuca këtu ku i ka. Pra ideja sigurisht se sa herë, do me thonë, familja ja bën të ushqimin, ajo një pjesë ndante, dhe përmes gardiones ja dërgonte babait. Ose ndonjëherë gazetën kur dikush ndoshta ja pagunte sepse edhe ata i kanë pas në atë kohë kushtet. Vllazët i kish matri, babaj në burg, kjo në burg. Prishtina ka qenë, s'ka pas një shtëpi thjesht, pa të ardhuna, do me mendimin e meshve të shokëve, dhe zakonisht do me thani ajo ushqim është nda për gjysë dhe gjithmonë do me thonë ja dërgonte babait. As ma kesh kur mune më dërgonte te mjeku dhe shkonim kader atje, ajo kpuca atje njefke. Dhe këtu thot është babushi. Këtu është babai më ke dhomë se janë një kpuca këtu ku i ka. Po kontaktet nishin. S'kesh kontakt, veç si shelet. Edhe, do me thonë edhe ditën kur është shku në gjykim, ka shku më shumë e krenari, pra krejt kemi kënu, e kemi përcjell me kangë dhe pse dinim se ish pak rrezik, dhe nga njëherë në ndodhë që na i bishin edhe disa, në dhomë na i kanë pru një sërbe njëve, aty, dhe tanë kohë na, da kemi kënu edhe kur erdha e lajmëroj gardionen, thot unë po friguna. Pse, tha po friguhesh? Tha se kjo, tha ka hyp ndirë dhe po kënan. Edhe kënoja këtë kongën e palë me lyshit. Sa ajo e dëshiron të atë kongën. Tha kjo po kënan. Mirë pa ajo gardionja që kjo erdhja dit, ajo është pak ma e but, edhe i shqiptare. Edhe u po që s'pinde gjanë. Pas një kuhe, ajo ka pi cigaren, po s'kesh se ish ardhe dhe ish ardhe për çështjet prostitucioni, ku i dion, serbe. Edhe kemi bo, deri sa ka dal për i dhomës, vetëm me brek edhe me një majic. Krejt tjera të kemi shti me kiti ka prish. Se ajo ardhë me na dhoni unë edhe na, ku gjo se kemi bo, veç cigare se jepshem nuk folshem me ta, edhe deshu qmend, deri sa kërkoj me dal. Apo më hekni për i kësaj dhome, tha më du mu qmend. Marije ka pas emnin se harroj, kështu që i muri i prishi krejt teshat. I bojke edhe kur delim shëtitje, i merk ato duq ato se të cigare dhe i merke herë, na i dheshim cigaret asaj si hepshim. Si kish ardhë, do më momenti që ja nisëm me shpionu, se njëherë u sjellë mirë me ta, kështu që qasoj janë nxerrëm hakin aty. Ajo dit ka qenë, do me thonë, një dit, ju shumë e letë në largun, unë se disha as rrugën, po s'kishim as parë, as nuk kishim, do me thonë se na kemi qenë izolim as vizit, as kur kush as e dike kush ku jemi. Do me thonë një kohë gjatë, prindi jem ka qenë disa herë, ka kërku në Mitrovice, ka kërku në Peje, në Gjakove, kërkun si kanë tregu se në cilin vend jam. Dikush i ka thonë se është në Mitrovic, dhe rrugës ka ushtar për Mitrovic, u taku në profesorin tim, Latif Berisha, i ndjerë që ato kanë vranë luft, unë kom qenë studente e ti, dhe rrugës i tregon, thot, kështu, thot. Ai sigurisht profesori ndoshta edhe nuk më ka muaj shumë men, po kur i ka thonë që është studente viti 2 të jepi atër, thot, po ajo kom studente, ajo është e mirë, kështu, adin edhe të të uthë. Plus, kishtë qenë edhe a ishi i Burgosën, profesori i fakultetit Latif Berisha i ndjerë, nderim për ta. Edhe aty e ka marrë vesh, po nuk e kanë leju as më pas me marrë vizit, edhe na lerun. Kur kemi shku në stacionin e Mitrovicës, do me thënë, na kanë shu dikun ka ora 5 mbrëmje. Fati e kanë liru dhe shoqen time nga Isniqi, time Mehmetaj, dhe aty jemi taku në stacion. Asaj as një cent, hiq. Dhe ndërkohë fati, një motra një shoqes, Leura Aliu, kishte punonte në stacionin e autobusa në atë kohë, e motrën e saj na i kishim shoqen në fakultet.
Shleur, thash, na jemi liru për i burgut. Thash, po, një kërkesë e kem për temi, na i dhonë paret për bilet. Tha, ju, tha, unë e biletat jam e për falas, se punoj ke në shalter në stacion, edhe mi arën pej, bashkë me shoqen time, që kisha edhe shoqet klasës edhe shoqe aty në burgut, ishim bile dhe u vendosëm afer njëra me tjetën, vetë një murin nda ndajke, edhe jemi këthy, jemi nalë një snitch dikon në ora 11-12 natës kemi mri, se Gloggjani ish hala ma largës, kishim shans me shku në fshat. Jemi shku një snitch, edhe i kemi gjetë veç 2 pleq, babën edhe nanën e saj, cilët ishin mitë ndrit hala para, kjo ishte vajza e vogël, e tjerët i kishin të martu ma asnis, se kishin në shpirë për fmive. Edhe natën e kom thirën, e thash ti re, thash unë e pe thiri, se ti me ka emnin, kështu të shku me Sanje i theshen ata. Edhe në natën kom thiru i Sanje. Kush është taj budal, thash, që është ta Sanje ka është ta, kush është taj që ma thirë qiken. Edhe u dalë edhe i kom gjetë ata 2 pleq, jemi hi mrena, kem bujtat në atë një snitch. Të nesër men, do me thonë, prape ku mora të edhe jemi shumë Glogjan. Mirë, tani, isha jo pak. Liria, na nuk i kishim shumë gjatë, se shiko njerës ka najt me vite, po me thonë drejten unë ma shumë jam i dhnu, kur i kom lënë shoqet aty, se brenga ma madhe, gjithdo të burgosin politikë, kur e len tjetën aty, ishte pak vështirë. Do me thonë, edhe nuk u gëzojshim as njeni. Por që i mershim porosin, sidomos të Hidajetes kom shku të një, zakonisht kom shku të shpia, sepse të familja Hidajetes kanë ardhë nana e Nasimit edhe motra dhe shumë herë dhe më thonë kemi, para se me rajën burg kemi shku dhe kemi bujtë nana sajnën, sepse ata u donin me shku marë prej Deçanit e me bujtë në Prishtinë, e me shku për Nishe, për Pozharec, dhe stacion ka qenë edhe familja e Kadri Osmanit, e gruas ti të cilat. Edhe gjithmonë e kom pas një detyrim, të më thonë, edhe sot dhe kësaj dite kemi miqësi shumë të mirë edhe faktikisht kjo është taj burgu që ta leni shoqni ideale. Dhe deri sa të vdesim, të më thonë, to janë krenaria jonë.